Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doni të jetoni 100 vjeç, ja çfarë duhet të bëjnë 50 vjeçarët që të jetojnë më gjatë. Nëse jeni mbi 50 vjeç, me siguri keni vënë re se ushqimi ju ndikon pak më ndryshe se sa kur ishit më të rinj. Me kalimin e moshës, nevojat tona ushqyese ndryshojnë dhe shprehja "ju jeni ajo që hani" bëhet më e rëndësishme se kurrë më parë. Gratë shohin se nivelet e estrogjenit bien me menopauzën, gjë që çon në ulje të masës kockore dhe nevojës në rritjet për ushqime të pasur me kalcium, që mund të ndikojnë në parandalimin e osteoporozës. Dhe si për gratë ashtu dhe për burrat, trupat humbasin aftësinë për të prodhuar insulinë, duke çuar në çekuilibër të sheqerit në gjak dhe zhvillimin e mundshëm të diabetit të tipit 2. Në metabolizëm, ngadalësim gjithashtu edhe të moshave të 60 vjeç e lartë, që do të thotë se ushqimet me kalori kanë më shumë gjasa të shkaktojnë shtim të peshës. Dietologët sugjerojnë se njerëzit mbi 50 vjeç duhet të marrin këto ushqime në dyqanet ushqimore për të jetuar më gjatë dhe më shëndetshëm deri në moshën 100 vjeçare. Erëzaci, majdanoz, shafran ose rozmarin. Për shkak se kripa mund të kontribuojë në presionin e lartë të gjakut, doktoresh Nina Blackman, një mjekë e gjeneratës New York, sugjeron kufizimin e kripës sa më shumë që të jetë e mundur. Në vend të kripës, rekomandohet të shtoni ushqimet me erëza siç është majdanozi, shafrani ose rozmarina. Fasulet. Sipas nutricionistes Tara Tomaino, fasulet janë një mundësi e shkëlqyer për njerëzit mbi 50 vjeç. Fasulet janë një burim i shkëlqyer i fibrave si dhe proteinave me bazë bimore. Fibrat janë një lëndë ushqyese kryesore për shëndetin e zemrës, menaxhimin e sheqerit dhe kontrollin e peshës. Gjiza me pak yndyrë. Në rastin se nuk e keni dëgjuar, gjiza po bën një rikthim të madh, citon Tomaino, një opsion i shkëlqyer për njerëzit mbi 50 vjeç. Ky ushqim proteinik është një zgjidhje e shkëlqyer për çdo vakë të ditës. Zarzavatet me gjethe jeshile. Zgjidhni nga zarzavatet tuaja të preferuara ato me gjethe. Tomaino sugjeron spinaq, lakër jeshile, madje dhe brokoli. Këto perime janë të larta në fibër, në hekur, në magnez, në kalium dhe kalcium, të cilat janë të gjitha vendimtare për shëndetin e zemrës. Zarzavatet me gjethe janë gjithashtu të ulta në karbohidrate dhe kalori, duke i bërë ato një shtesë të shkëlqyer për dietën nëse po përpiqeni të menaxhoni peshë dhe sheqerin në gjak. Frutat e pyllit. Të gjitha llojet e manave, duke përfshirë lule shtrydhet, boronica dhe manaferat, janë të mbushura me përfitime shëndetësore për njerëzit mbi 50 vjeç. Ato janë të pasur me antioksidantë, të cilët ndihmojnë në zbutjen e inflamacionit dhe japin trupit veti antisëmundje, citon Tomaino. Salmoni. Salmoni është një ushqim kryesor për njerëzit mbi 50 vjeç, për shkak të përmbajtjes së tij të omegës 3, citoi ekspertja. Frutat e thata. Bajamet, arrat, farat e lirit dhe farat chia janë të pasur me yndyrra të shëndetshme për zemrën, fibra dhe lëndë ushqyese thelbësore, shpjegon dietologja Merin Melmand. Ato mund të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit të shëndetshëm, në mbështetjen e shëndetit të tretjes dhe ofrojnë një burim të proteinave me bazë bimore. Quinoa dhe orizi kaf. Dritrat integrale janë një tjetër mundësi e shkëlqyer për persona mbi 50 vjeç. Quinoa, orizi, kaf, gruri dhe tërshëra janë të pasur me fibër dhe karbohidrate komplekse, citon Melmand. Ajo sugjeron energji të qëndrueshme, ndihmon me tretjen dhe ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak, duke reduktuar kështu rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve metabolike. Kalimi nga mosha e mesme në moshën e tretë pasohet me ndryshime të mëdha. Organizmi fillon të bëhet më i ngadalt, shfaqen probleme me zemrën, shenjat e Alzheimerit, problemet me kockat e të tjera, por me disa ushqime do të mund të shmangni disi këto probleme. Në dietën tuaj për një jetë më të gjatë dhe më të shëndetshme, sipas Bright Side, mund të shtoni fasulet. Pasi kaloni moshën e mesme, rreziku për probleme si diabeti tipi 2 dhe kolesteroli i lartë fillojnë të rriten. Shtimi i fasuleve ose thjeshtave në dietën tuaj të përditshme ul rrezikun e kolesterolit me 5%. Fasulet gjithashtu përmirësojnë nivelin e sheqerit në gjak për njerëzit me diabet. Tërshëra. Sa më shumë ushqime pa kolesterol që përdorni në dietën tuaj, aq më mirë për zemrën. Dihet se rreziku i sëmundjeve të zemrës rritet pas moshës 50 vjeçare. Tërshëra, ndryshe nga drithrat e tjerë,
përmban më shumë fiber dhe ul sasinë e kolesterolit në trup me 5 deri në 10%. Persona të cilët konsumojnë në tërshër është zbuluar se kanë një rrezik më të ulët të humbjes së jetës në moshë më të re. Mollët. Mollët përmbajnë lëndë dietike fantastike për shumë arsye. Mollët rregullojnë sasinë e sheqerit në gjak, përmbajnë fibra, ulin kolesterolin, si dhe një substancë që ul presionin e gjakut. Mos harroni, mollët duhet të jenë bio dhe jo me pesticide. Frutat e thata. Në vend që të hani ushqime të thata dhe të pashëndetshme në vakte të ndërmjetme, provoni të hani fruta të thata të përziera si arrat, bajamet, lajthie e të tjera, pasi përdorimi i përditshëm i tyre redukton rrezikun e atakut në zemër. Perimet jeshile. Deri tani është treguar se çfarë është e shëndetshme për shëndetin tuaj kardiovaskular dhe metabolik, po sigur të flasim për shëndetin mendor. Këtu përmendim ato me gjethe jeshile. Kërkimet kanë zbuluar se njerëzit të cilët hanë gjethe jeshile si spinaqi, marulja, rukola e të tjera, në krahasim me njerëzit që nuk i konsumojnë ato, kanë gjithashtu edhe një rini më të mirë 11 vite më të mirë se personat që nuk i konsumojnë. Frutat e pyllit. Të gjitha llojet e frutave të pyllit janë fantastike për shëndetin tuaj mendor. Ato reduktojnë inflamacionin dhe ndihmojnë në kalimin me lehtësi të gjakut në tru. Rezultatet tregojnë se duke konsumuar këto fruta, ulet rreziku i zhvillimit të Alzheimerit. Kosi. Kjo është një burim shumë i mirë i proteinave dhe kalciumit që shërbejnë për shëndetin e kockave. Karrota. Karrota hyn në listën e super ushqimeve. Ky ushqim është i dobishëm për të gjithë trupin, duke filluar nga syt, goja, lëkura dhe zemra. Karrotat ulin presionin e gjakut dhe kolesterolin e keq, përmirësojnë sistemin imun, ulin rrezikun e prekjes nga problemet kardiovaskulare. Panxari i kuq. Panxari gjithashtu është një super ushqim. Ngrënia e rregullt e tyre përmban vitaminën A dhe vitaminën C, acid folik, magnez dhe hekur. Antioksidantët që ndodhen te karrota reduktojnë rrezikun e komplikacioneve. Çokolata e zezë. Edhe pse thuhet se ëmbëlsirat nuk janë të shëndetshme, çokolata e zezë nuk është as pak e keqe. Përfitimet e saj në organizëm janë të shumta. Të gjithë sa kemi përmendur më herët, duke filluar nga kolesteroli, presioni i gjakut, truri, lëkura, mbrojtja nga diellja e të tjera. Pra, çokolata hyn në super ushqimet tuaja që mund të konsumohen gjithmonë brenda normës së lejuar. Thuhet se ju jeni ajo që hani. Në fakt, disa kërkime shkencore kanë treguar se ushqimi i duhur mund të zgjasë jetëgjatësinë me të paktën 10 vite. Kështu duhet i kushtoni më tepër vëmendje asaj që konsumoni. Zakonet dhe nevojat ushqimore ndryshojnë me moshën dhe nevojat të ndryshme korrespondojnë në çdo periudhë të jetës. Kërkimet pas të 50-tave ka treguar se duhet të reduktoni një sër ushqime të cilat ndikojnë negativisht në dietën tuaj. Yndyrnat e ngopura janë shumë të dëmshme për shëndetin. Yndyrnat e ngopura të tilla si ato që gjenden te salçiçet, gjalpi dhe djathi kanë treguar se arrisin edhe nivelin e kolesterolit të keq LDL. Por pse është kaq i dëmshëm ky lloj kolesterolit? Fillimisht ai pakson rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjeve në tru. Prandaj ekspertët rekomandojnë që ato të përbëjnë jo më shumë se 10% të dietës së një të rriturit mbi moshën 50 vjeç. Burrat e rritur duhet të konsumojnë jo më shumë se 30 gram yndyrë të ngopur në ditë, ndërsa gratë duhet të konsumojnë jo më shumë se 20 gram. Vezët e përpunuara janë gjithashtu një dëmtim i madh për shëndetin tuaj. Vezët e përpunuara mund të bartin sëmundje bakteriale të tilla si salmonela. Nuk po flasim vetëm për vezët e papërpunuara në vetvete, por edhe për të gjitha ushqimet që përmbajnë vezë. Metabolizmi juaj ndryshon me aftësinë për të përthithur lëndët ushqyese që zvogëlohen. Një studim zbuloi se njerëzit që hanë vezë të përpunuara do të rrisin gjithashtu rrezikun e problemeve të trupit tuaj. Dhe gjithashtu ekspertët këshillojnë gjithmonë evitimin e gjërave të përpunuara, sidomos edhe salamrat. Mos e teproni me alkoolin, me ushqimet e skuqura, me ato me tepër krip dhe gjithashtu shmangni edhe stresin e madh që mund të përjetoni në jetën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.